Qeveria me firmën e sekretarit të përgjithshëm Engjella Gaçi para ditën e kësaj të martë njoftoi presidentin Bajram Begaj për vakancat e krijuar në 6 bashki me në krye Tiranën, duke çuar kështu përpara mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme të parakohshme. Këshilli i Ministrave është vënë në dieni për krijimin e vakancave për kryetar në disa bashki të vendit, përkatësisht bashkitë Tiranë, Vlorë, Berat, Tepelen, Mat dhe Cerik. E si rrjedhim kërkohet caktimi i datës së zgjedhjeve të pjesshme për kryetar në këto bashki brenda fateve që përcakton ligji zgjedhor. Konstitucionalisti Bledar Dervisha në emisionin Shqipëria Live në Top Channel fillimisht shpjegoi kohën se kur presidenti do të duhet të përgjigjet me dekret njoftimit të qeverisë. Do duhet që brenda 48 orëve nga marrja e këtij njoftimi, ai të shprehet me dekret për caktimin e datës së zgjedhjeve në një javë apo sa bashki janë krijuar vakancat të kësaj natyre. Por dekretimi nga presidenti merr një komplikim ligjor me karakter kushtetues pasi kryetari i shkarkuar i Bashkisë Tirane, Erion Veliaj, tashmë e ka ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij. Disa orë pasi u mësua kërkesa e qeverisë drejt presidencës, gjykata kushtetuese u kujdes të sqarojë pozicionin e saj, duke deklaruar se përgjigjja vetme që gjykata kushtetuese ka dhënë në lidhje me çështjen me numër 28, regjistri themeltar, datë 29/9/2025, është se gjykata ka bërë publikimin e regjistrimit të kërkesës. Shpallja është e barazvlefshme me njoftimin publik. Avokatët Erion Veliaj u ankimuan në kushtetuese bazuar në nenin 115 kushtetutës, ku parashikohet se organi i zgjedhur drejt për drejt i njësisë qeverisë së vendore mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga Këshilli i Ministrave për shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjeve. Organi i shpërndar ose i shkarkuar mund të ankohet në gjykatën kushtetuese brenda 15 ditëve dhe në këtë rast vendimi i Këshillit të Ministrave pezullohet. Sipas juristit Dervisha, pika 2 e këtij neni e ndalon presidentin të dekretojë zgjedhjet në Tiranë. Caktimi i datës së zgjedhjeve do të bëhet vetëm pasi ju të keni marrë një informacion në gjykatën kushtetuese shkresor dhe ata ta japin brenda orës, që ka një ankim, nëse po një kopje të tij, dhe caktimin e datës së zgjedhjeve për ato vakanca që nuk janë në proces ankimor në gjykatën kushtetuese. Pjesa tjetër e rregullon në kodin zgjedhor aq mirë dhe afatet se kur përfundon shqyrtimi i saj brenda X afatit dhe brenda atij afatit. Pritshmërit janë që presidenti Bajram Begaj të dekretojë zgjedhjet në të 6 bashki përfshi edhe Tiranën, pasi relacioni dërguar nga qeveria për shkarkimin e Veliajt nuk lidhet me pikën e parë të nenit 115 kushtetutës, ku një i zgjedhur shkarkohet për shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjeve, por se zoti Veliaj u shkarkua bazuar në ligjin për pushtetin vendor, ku thuhet se nëse një i zgjedhur mungon 90 ditë, Këshilli Bashkiak propozon shkarkimin.